Linda Bufi ka lindur më 20 maj 1972 në Roskovec. Ajo është martuar me shtetasin Arben Bufi, me të cilin ka edhe 2 fëmijë, Iva dhe Marvi. Nga CV-ja e saj, ajo deklaron se ka përfunduar arsimin e lartë, Fakultetin e Inxhinierisë në Universitetin e Tiranës dhe më pas Fakultetin Ekonomik në Universitetin Bujqësor të Tiranës. Pas përfundimit të studimeve të larta universitare, Linda Bufi deklaron se ka nisur punën në administratën publike. Sipas jetëshkrimit të saj, ajo ka nisur punë në janar të vitit 1996 në ndërmarrjen komunale në Roskovec, ku ka punuar deri në korrik të vitit 97. Në shtator të këtij viti, ajo ka nisur punë në drejtorinë arsimore Fier, ku deklaron se ka punuar deri në vitin 98. Në prill 98 deri në korrik 2000, Linda Bufi ka punuar si drejtuese e zyrës së shërbimeve dhe urbanistikës në Bashkinë Roskovec. Nga shtatori vitit 2000 deri në maj 2007, deklaron se ka punuar si drejtuese teknike dhe inxhiniere në kompaninë e bashkëshortit të saj, Anbi SHPK. Nga viti 2008 deri në vitin 2011, Linda Bufi ka punuar si drejtuese e zyrës së shërbimeve dhe urbanistikës në Bashkinë e Ballshit, ndërsa në vitin 2012 largohet nga puna në administratë dhe thembelon kompaninë Megal Center SHPK, për të cilën do të flasim më vonë. Në vitin 2013 largohet nga kompania që themeloi dhe zgjidhet deputete e Kuvendit të Shqipërisë për Roskovecin, nën siglën e Partisë Socialiste. Ndërsa në korrik të vitit 2015, Linda Bufi merr detyrën si kryetare e Bashkisë së Roskovecit, të cilën e mban deri në ditën që flasim. Në formularin e deklarimit të dekriminalizimit, Linda Bufi ka deklaruar se nuk është dënuar kurrë me vendim gjyqësor të formës së prerë, as brenda dhe as jashtë vendit. Gjithashtu, ajo ka deklaruar se nuk ka qenë kurrë në nënhetim apo gjykim nga autoritetet të huaja për kryerjen e një vepre penale dhe mbi të gjitha, Linda Bufi deklaron se nuk ka qenë kurrë në emigrim, duke u shprehur në formularin e dekriminalizimit se nuk ka qëndruar kurrë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë për më shumë se 1 muaj. Dhe pikërisht ky deklarim është çelësi që hap shumë pista të dyshimta ndaj Linda Bufit dhe që do të trajtohen në investigimin ton. Fakti që kryetaria e Bashkisë së Roskovec deklaron në formularin e dekriminalizimit se nuk ka qenë kurrë në emigracion, konfirmohet edhe nga të dhënat e jetëshkrimit të saj, që parashtruan më sipër, nga të cilat deklarohet se nga viti 96, kohë kur Linda Bufi ka dalë në tregun e punës pas përfundimit të 2 fakulteteve, e deri në momentin e transmetimit të këtij emisioni, ajo ka punuar herë në administratën publike, herë në biznesin e bashkëshortit, e më pas duke ngjitur shkallët e karrierës në Partinë Socialiste. Ndërsa bashkëshorti i saj, shtetasi Arben Bufi, nga të dhënat publike në qendrën kombëtare të biznesit, rezulton se prej vitit 2000 deri më sot është sipërmarrës, sipërnari të 2 kompanive, Anbi SHPK dhe Mariva SHPK, për të cilat Plug do të flas më gjerësisht në